më shumë koordinim, më shumë ndërveprim, më shumë organizim dhe mbi të gjitha më shumë përqendrim tek ky objektiv historik dhe strategjik për Shqipërinë. Është e qartë dhe duhet jetë e qartë për të gjithë shumicën qeverisë për cilin do që është në pararojën e Partisë Socialiste duke qenë në nivelin më të lartë të përfaqësimit se ky proces është një proces që do të vijë duke u vështirësuar jo më vit pas viti, po muaj pas muaj, pasi kemi të bëjmë me një volum legislativ që kur më parë nuk ka kaluar filtrin vendimarrës të Republikës së Shqipërisë nga konsultimi publik tek qeveria dhe pastaj tek parlamenti. Por unë jam besim plot dhe jam i bindur që grupin parlamentar do të jetë në lartësinë e kësaj sfide, ndërkohë që kemi folur edhe për aspekte të tjera, duke dëgjuar raportimet e të gjithë komisioneve dhe njëkohësisht duke u përqendruar tek disa pika kyçe. Këto pika kyçe kanë të bëjnë me domosdoshmërinë për të rritur kapacitetin edhe në funksion të informimit publikut, për të rritur komunikimin me në radhë parë antarësinë dhe mbështetësit e Partisë Socialiste dhe për të rritur intensitetin e petejës me frontin e gjerë të dizinformimit që shtrihet në të gjitha 700 tenxheret politike e mediatike, të cilat bubullojnë e gërgërojnë për ditë e natë, por do ta kenë të pamundur të na ndalin në këtë rrugë pa kthim drejt Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dua të them dy fjalë për ata që u hodhën përpjet, ose më saktë për ata që jetojnë të hedhur përpjet dhe që në përpjetësinë e tyre i shtuan hedhjeve edhe një hedhje të radhës dhe të njëjtës natyrë, dizinformim, çoroditje e opinionit publik, helmim i të gjithë atyre që kanë akoma fuqinë që t'i dëgjojnë, duke thënë që Amerika i ndaloi vizat për Shqipërinë. Kjo është e pavërtet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat për Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale, nën orientimin e qartë prej kohësh të presidentit Trump për politikën e re lidhur me imigracionin, ka vendosur që për 75 vende të botës, ndër cilat edhe disa vende të Ballkanit, ku përfshihet edhe Kosova, të bëjnë një pezullim të përkohshëm për sa i përket lejeve të punës në Shtetet e Bashkuara. Jo vizave për në Amerikë, po lejeve të qëndrimit në Amerikë për punë. Mbi bazën e eksperiencës dhe natyrisht të sfidave të reja, ligji duhet të rishikohet. Dhe këtë gjë do ta bëjmë së bashku, pa diskutim, me universitetet. Nga ligji pra, deri tek rritja e përpjekjeve për të shtuar zinxhirin që tani më ka filluar të shtrihet në territor të ndërkombëtarizimit përmes partneriteteve të ngushta me universitete të njohura në Europë dhe në botë dhe përmes programeve të përbashkëta. Po ashtu një aspekt tjetër është edhe qasja ndaj financimit